Industria minerare është në një fazë ndryshimi madhor, kalimin në një drejtim tjetër, atë të krijimit të njësive të mëdha operuese. Gjatë 2 viteve të fundit, 2024-2025, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka revokuar në total 27 leje minerare për 2 arsye kryesore. Nuk kanë pasur aktivitet për më shumë se 1 vit kalendarik dhe nuk kanë kryer pagesën e rehabilitimit. Burime nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë bëjnë të ditur se strategjia e re e zhvillimit të industrisë minerare do të mbështetet në operimin përmes njësive të mëdha që përfshin jo vetëm kërkim shfrytëzimin, por edhe përpunimin e mineraleve. Kjo sepse tregu dhe ecuria aktuale e sektorit minerar po fillon qartazi të përjashtoj mikroaktivitetet minerare, njësoj sikurse tregu dhe sektori përjashtoj para rreth 10 vitesh mbi vendosjet e lejeve minerare, të cilat ishin praktika të zakonshme. Këtij synimi po i shërben edhe ngritja e rreth 1 viti më parë e Institutit për Inovacion në Veprimtari Minerale, EIT Raw Materials, i cili po krijon baza për vlerësimin e rezervave minerare me një orientim drejt lëndëve të para kritike dhe strategjike. Aktualisht janë disa subjekte që kanë shprehur interesin për të investuar në këtë fushë. Një prej tyre është dhe kompania CVMR, e cila tashmë ka fituar edhe statusin e investitorit strategjik. Pra, po sipas burimeve të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, po shkohet në një nivel tjetër pasi nuk mund të vazhdohet më me iniciativa individuale që nuk përmbushin as kushtet e sigurisë dhe asgjë tjetër. Shqipëria, sipas vizionit 2030, është e detyruar që edhe në sektorin minerar të aplikojë kuadrin ligjor evropian, duke i dhënë kështu rëndësi mineraleve të cilat janë tashmë të dobishme për industrinë dhe për fushën inovative, duke krijuar njësi të mëdha dhe të fuqishme që krijojnë eficiencën ekonomike dhe jo me minierat e vogla me teknologji të vjetëruar.